Të shtunën e 25 prillit, ekipi i Futbollit Bureli do të zhvillojë ndeshjen e parafundit në shtëpi për këtë sezon futbollistik. Matjana do të presin në stadiumin Ilir Ballabani ekipin e Lushnjës, që aktualisht mban vendin e fundit në kategorinë e parë me vetëm 26 pikë të grumbulluara në 31 ndeshje të luajtura deri tani. Skuadra e drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj vjen në këtë përballje pozicionuar në vendin e 8 me 33 pikë në total dhe tenton të futet brenda 6 ekipeve të para në 2 javët e fundit të mbetura të këtij kampionati. Teksa gara po shkon drejt mbylljes, rivaliteti me skuadrave që duan të qëndrojnë në zonën play-off dhe atyre që duan të largohen nga zona play-out është rritur ndjeshëm. Kastrioti, Korapi dhe Bureli do të luftojnë fort në këto 2 javë për vendin e 6, ndërsa luftëtari me 28 pikë, Kukësi me 28 pikë, Apolonia me 27 pikë dhe Lushnja me 26 pikë do të luftojnë për të mos rënë direkt në kategorinë e dytë. Por sfida e nesërme nuk do të jetë e fundit për skuadrën e Burelit, pasi javën e ardhshme do të mbyllë zyrtarisht garën me një tjetër përballje në Ilir Ballabani, ku do të presë ekipin e Apolonisë së Fierit, i cili aktualisht është në vendin e parafundit. Deri në javën e 22, 2 ekipe që kalojnë direkt në Super League janë Skënderbeu dhe Laçi, ndërsa ekipet që do të luftojnë për vendin e 3 që luan në play-off me vendin e 3 nga fundi i Superligës janë Pogradeci, Iliria, Besa dhe Kastrioti.